Tani, Soni Malaj ka dhënë një deklarat para disa ditësh ku është keq kuptuar shumë. Është keq kuptuar. Tani ajo për të keq kuptuar e tha, po nejse. Soni Malaj u shpreh se këngëtarët që këndojnë live në Shqipëri janë vetëm 3. Që ishte Soni vet, Aurela Gaçe dhe Alban Skënderaj. Të tjerët dinin vetëm me playback. Nuk dinin të këndonin live. Dhe kjo deklarate e Sonit absolutisht që të razoi rrjetin. Shumë artistë u ndihen të ofenduar dhe Soni vendosi t'i përgjigjej që po thonte unë nuk dua të ofendoj kolegët e mi, po ajo që thash është se vetëm këta këndojnë 100% Po mirë, kam edhe minë vetë. Po, është shumë ofendim. Shikon, qofse e shikojmë disi, këto këngëtarë të këtij brezit, nuk do fusja Aurelën shumë, po Soni, Eneda Tarifa, Rovena Dilo, këto këngëtarët që janë të një brezi dhe kanë bërë buj, kanë bërë emër, janë paksa arrogante. A të duket edhe ty? Se di. Nuk dua të mendoj kështu, domethënë për këto. Më duket Kjo është bërë sfumi virale me një këngë më merr që e ka kënduar te Meritoni dhe që e ka kënduar shumë bukur live, ndoshta ajo nga aty ka marrë zemër. Ku di se çfarë them. Jam shumë dakord që këto mund të këndojnë live shumë mirë, po ka një tendencë, do thoja unë, që t'i ulin artistët e tjerë. Kështu e shohun të paktën. Presin gjithmonë t'jenë ata në vend të parë. Kujtojmë pak edhe kur doli Eneda Tarifa në vend të dytë të tretë, që tha, është hera e parë që unë po dal në vend të dytë të tretë. Kështu që e kanë paksa këtë zilinë dhe arrogancën. Paksa e pa drejtë. Sepse ka artistë që janë shumë të mirë dhe që këndojnë live shumë bukur. Ja, mori dhe Soni një mesazh. Ja ta them unë një person që këndon live jashtëzakonisht bukur, Rezarta Asmaja. Rezarta është dashuri. Rezarta ka një zë fantastik dhe e qan live-in. Po mirë, ndoshta kjo nuk është duke u marrë se Rezarta nuk ka kaq shumë. Po unë mora një shembull. Jo mirë, më që ne të sjellim në vëmendje. Rezarta përveç se është e jashtëzakonshme në artin e saj që ajo përcjell te publiku, është dhe një njerëz i jashtëzakonshëm. Për ata që e njohin nga afër, është një vajzë lumata që e kanë. Është e komunikueshme, e dashur, është një me publikun gjithmonë, me ata që e vlerësojnë e respektojnë. Kurse këto kanë një çik kështu, si quhet në gjuhën shqipe, kur afasule. Arrogancë po e quajmë. Ju kuptoni si të doni.